Po hadithin çka po duam me cek, çka neve duhet me na ratu sidomos familjen e Islamit, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam kush don me taku Allahun, ai njeri I cili don me taku Allahun, edhe Allahu don me taku atë njeri. Po ai njeri I cili nuk don me taku Allahun, edhe Allahu nuk don me taku atë njeri. E tash kjo hadithi me këshirë me një aspekt, po don Allahu xhaleshanu neve me na pregadit që e një ditë për ditëve kime vdek, edhe kime shku të Allahu xhaleshanu. Po e dim që është vdekja është eftoft. Inna lil mauti la sakarat, vdekja është një agonie, në thënë e madhe, është një trishtim I madh, është eftoft, që jo çdo kush dëshiron të vdesë sot apo nesër. Ama ne dim që kena me shku të Allahu xhaleshanu. Ama mu ballafat shumë me vdekën e kena pak problem. Dhe si që një ka qef, edhe një ditë, po edhe ta martoj djalin, ta martoj qikën, ta martoj nipin, besën, po edhe I ka moshë 80 vjet apo 100 vjet, Allah ka qef me jetu. Kështu është ajo dëshira. Aisha radiallahu anha thotë ja Rasulullah, a thu vallë tash nëse ne e urojmë vdekjen, domethënë a ne kuptojmë që ne nuk dëna me taku Allahun, jo thotë jo. Thotë nuk është kjo qëllimi. Qëllimi është se kur vjen momenti njeriu I cili I beson Allahut, I beson xhenetit, I beson ahiretit, kur vjen momenti I vdekjes, I vjen me laçja edhe e përgozon, wa abshiru bil janna, e përgozon me xhenet. E kur ta përgozoj me xhenet, atë njeriu nuk ka çek më kthy ndonjë. Atë njeriu ka çek edhe me shku te Allahu xhenet. Pse se Allahu xhaleshan në momentin e vdekjes, njeriu t'ia hap perdën ahiretit. Se ndonjë ne I kemi ato perde syve që nuk mundna me pa. Kur vjen momenti I vdekjes, vallahi thuhet që njeriu e shef edhe me laçën duke ardhur dhe mja marr shpirtin, kurse ne nuk mundna me pa. I ngul si ka televizori apo ka, do të ka çoshi edhe e pret me laçën mja marr shpirtin. Ti foli sa dush, ai ka punë me laçën e vdekjes. Çat moment domethënë kur Allah e përgatit njeriu për në ahiret, ja hek ato perdet, që edhe ditën e Kiametit që me mujt me pa dhe Allahun xhaleshanu. E tash kur vjen me laçë me përgozu me xhenet, andaj ky njeri thotë Allah, sa më shpejt shkojtë ti. Ama njeriu I cili nuk është bo hazë për në ahiret, njeriu I cili nuk I ka besu Allahut, nuk I ka besu ditës së gjykimit, edhe kur e din se çka e pret për jo muslimonin, prej momentin që e shton në varr, e vallahi ata nuk kanë qef mu taku me Allah, edhe Allah nuk ka qef mu taku me këta. Ama sugose rahmetlika që ka shku me namaz e me Kur'an, e vallahi këto janë bu hazët 70 vite sa e ka pas. Çdo herë kanë pas qef me shku te Allahu xhaleshanu. Pse se I ka përsel familjarët e vet, I ka përsel ata që I ka dash ndoshta edhe më shumti, në të edhe nën edhe bab, e padyshim se ka pas qef me shku te Allahu xhaleshanu.